I ashtu quajtur i krimi i jakave të bardha ka përplasur presidentin e Republikës Bamir Topi me kryeprokurorën Ina Rama. Nga ana saj kryeprokurorja Ina Rama deklaroi se të vendosur drejtësi sot në Shqipëri është e vështirë, pasi shoqëria është e mbushur me abuzivitet. Sipas kryeprokurorës, sfidë për vendin mbetet përballja me krimin e jakave të bardha, ndërsa shtoi se institucionet e drejtësisë janë maturuar për të kapërcyer vështirësitë. Por nuk ndau të njëjtin qëndrim me kryeprokurorën Ina Rama, kreu i shtetit Bamir Topi. Sipas tij është pikërisht sistemi i drejtësisë që ka nevojë për reformim. Të gjithë e dimë se të japësh dhe të vendosësh drejtësi është një proces i vështirë, po aq sa fisnik edhe i nderuar. Ky shërbim është edhe më i vështirë sot në vendin tonë për shkak të situatave të ngarkuara me konflikt dhe të barsura për pasojë me doza të rënda abuziviteti, të cilat mund të qellojë të prezantohen para jush për zgjidhje sapo ju të filloni nga puna juaj si prokuror. Funksioni i prokurorit dhe gjyqtarit të vendos para situatave që duhet të shoqërohen me vendimarrje të rëndësishme. Një prokuror i duhet sot të përballet jo vetëm me krimin e rrugës, për cilin ka dëgjuar dhe ka mësuar të flitet në shkollë e për cilin mendon se e ka një zgjidhje. Ajo më e vështira është pikërisht përballja me krimin ashtu quajtur të jakave të bardha. Ai i cili nuk ka një pamje brutale të lehtësueshme, por që gjendet i kamufluar mes formash të sofistikuara veprimesh financiare, shihet pas trafikut të influencave dhe është ndonjëherë aq pranë sa të bëhet e pabesueshme se mund të ketë dhe këtë pamje. Zonja Rama ju referua natyrisht rëndësisë që ka ky institucion, por edhe problemet që ka ky institucion. Sigurisht që ka progres të vazhdueshëm, por ka nevoja pafund për të përsosur punën në këtë institucion, ku nuk ka nevojë ndoshta t'i referohemi nëse i kanë jakat e bardha apo me viza, por besoj që mesazhi më i mirë duhet jetë ai që jepet drejt për drejt. Duke u ndalur në akuzat për korrupsion mes klasës politike, kreu i shtetit Bamir Topi kërkoi nga prokuroria për të çuar në vend drejtësinë. Në këtë drejtim, presidenti Topi tha se në rastin kur ka besim, nuk ka frikë dhe zbatohen detyrat në sistemin e drejtësisë, atëherë do të ketë edhe kualitet. Mesazhi më i mirë duhet jetë ai që jepet drejt për drejt. Ai mesazh të cilin unë kam vënë vetë ditë përpara, ku klima politike, dhe nuk dëshiroj të rikthehem në përsëritje, është super ngarkuar. Njerëz të veshur me pushtet politik që akuzojnë njëri tjetrin dhe me drejt edhe në nivelin e konshiencës minimale të një qytetari vjen thirrja. Çfarë nevoje kemi të dëgjojmë publik? Sipas rregullit që kanë vendet e demokracive perëndimore, betejë zhvillohet në institucione specifike. Për këtë qëllim, kreu i shtetit Bamir Topi theksoi se prokurorisë i takon të zbatojë kushtetutën dhe ligjet e shtetit. Sipas tij, në rastet kur zbatohen këto të dyja, nuk do të ketë më kritika mes politikës dhe prokurorisë për ndërhyrje apo mos zbatim të ligjit.